Përplasjet gjatë ditës së zgjedhjeve të 11 majit vijojnë të diskutohen në seancat e Kuvendit, ku një nga më të diskutueshmet është ajo e Vorës, ku deputetët e Partisë Demokratike, Flamur Noka dhe Albana Vokshi, u përplasen me anëtar të familjes Xhabafti në momentin që u paraqitën për të votuar. Në lidhje me incidentin, policia e Tiranës deklaroi se vuri në hetim në gjendje të lirë Flamur Nokën, por si duket incidenti nuk është mbyllur vetëm me përplasjen verbale në qendrën e votimit. Deputeti Albana Vokshi nga seanca plenare në Kuvend gjatë fjalës së saj deklaroi se është kërcënuar bashkë me familjen ditën e zgjedhjeve në Vorë. Vokshi akuzoi Spiropalin se nuk bëri e nuk tha asgjë për kërcënimet që ajo dhe familja e saj morën ditën e zgjedhjeve të 11 majit në qendrën e votimit në Vorë. Elisa nuk foli një fjalë për intimidimin dhe kërcënimin që mu bë mua dhe familjes time ditën e zgjedhjeve në Vorë, po vajti atje sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Ata që guxuan të më kërcënojnë mua, familjen time, çdo votues do më kenë pas gjithjetër. Dhe kjo nuk është një betejë që e bëj për veten time, është një betejë që do e bëj jo vetëm për fëmijët e mi, një betejë që do e bëj për çdo familje shqiptare, për fëmijët e tyre që të mos përballen me këta kriminal që i mbështesin ju. Brenda dyerve të parlamentit duket se nuk është vetëm kryeparlamentarja Elisa Spiropali, ajo që ka dieni për kërcënimet ndaj familjarëve të deputetes Albana Vokshi. Në emisionin Çempeka Live, ku e ftuar ishte deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, detaje të reja u zbardhën nga përplasja në Vorë. Gazetari Çempeka zbuloi se Vokshi ishte kërcënuar me vajzën e saj. Pash rastin e Vorës atë ditë. Albana Vokshi është kërcënuar me vajzën që e kishte me vete. I kanë thënë e ke shumë të bukur këtë vajzën, do të ta marrim ne. Ajo vetë nuk del ta thot dot. Deklarata e gazetarit u pohua nga deputetja Jorita Tabaku, e cila në diskutim deklaroi se e ka thënë kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi në parlament. Bardhi i ka kërkuar llogari Elisa Spiropalit dhe i ka thënë: "Ti si nën duhet ta denoncoje e para." Por në seancën e parë pas zgjedhjeve, kryeparlamentarja i ndërpreu fjalën Bardhit sapo ky i fundit përmend rastin e Vorës me Xhabaftët, duke i fikur mikrofonin. Në proces verbal keni zbardhur emra të tjerë të krahut andej dhe të përfaqësuesve të qeverisë. Në fakt do të duhet të vendosin emrat e vërtetë të atyre që përfaqësohen në këtë kuvend. Fjala vjen zonja kryetare, ju nuk quheni Elisa Spiropali, ju quheni përfaqësuesja e Xhabaftëve në kuvend. Prokuroria e posaçme ka nisur hetimet pas incidentit të ndodhur në Vorë ditën e votimit të 11 majit dhe pritet të hidhet dritë mbi përplasjen.